dhe ju shndjen si kur janë thjesht një numër në një tabel Exceli të kompanisë ku ju punoni. Ne jetojmë në epokën më të pasur të historisë njerëzore. Por në të njëjtën kohë në epokën më të pasigurt. Sot, siguria nuk vjen nga një diplom, apo nga një kontrat pune të përhershme që ne kemi bërë në kompaninë tonë. Siguria e vetme që ekziston sot është aftësia jonë për të krijuar atë vlerën e duhur nga hiçi. Bota nuk u përket më atyre personave që presin leje, por u përket personave që vetë fuqizohen. Sot unë duhet ju tregoj se si ta ktheni veten tuaj në asetin tuaj më të fuqishëm dhe si ta përdorni botën digjitale si levën tuaj për të lëvizur botën.